Unë jam Bledi, jam i lindur në Tiranë, i rritur në Tiranë, rreth viteve 97, mbas rëmujar që ndodhen në Tiranë, vendosa që të shpërngulem nga Tirana dhe të shkoj në Itali. Milano rastësia më solli që të punoja në një kompani që hapnin në restorante. Unë bëja pjesë të grupet e hapjes së restoranteve. Kjo eksperiencë më ngriti profesionalisht dhe në moment caktuar, mbasi dëgjoja gjithë miqtë e mi në Itali, italianë që thoshin si është Shqipëria, hikëm në Shqipëri, na pëlqen të shkojmë me pushime. Sikur dal nga dal po linte një dëshirë e imja të rikthehesha këtu. Në vitin 2022 u ktheva dhe po bëj atë që kam bërë një jetë në Itali. Hapëm një lokal ku përdorim vetëm produkte italiane, po të bashkangjitura me eksperiencën dhe me traditat shqiptare. Emrin ja vum piknik. Pse piknik? Se në fëmijërinë time më kujtohet kur iknim nga kodrat e liçenit me familjen e bënim ato pikniqet me bukë me djathë dhe ne këtu bëjmë pikërisht atë, bëjmë paninet me djathra të ndryshme, me përshutra e sallamra të ndryshme. Mendoj që në këtë moment me rritjen e turizmit në Tiranë dhe aktiviteti ynë ka marrë një rrugë jashtëzakonisht pozitive. Besoj se është momenti më i duhur për të arritur të bësh diçka që do në bazë të eksperiencës që kemi krijuar në vendet të huaja. Siç thuhet, gur i rënd në vend vet. Dhe kjo ndoshta është gjë më e bukur që unë kam bërë sot.